أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Hamdi dhe të gjitha falenderimet I takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I ka mbull këtë ditë agjërimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojmë për Allah subhanahu wa ta'ala. Elusim Allahun ta'ala që të na kaplon me mëshirën e tij në këto ditët e mëshirës, në ditët e para të Ramazanit, na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe ditën e gjykimit. Tema për sonte inshallah do të jetë se si merret dituria fetare. Dhe se me të vërtetë dituria fitohet me mësim dhe jo thjesht duke lexuar libra. Pasi që edhe lëmi tjera, shkencë tjera nuk mëson vetveti jot, as medicina, as historia, as geografia, as matematika, astronomia, as gjë nuk mësohet vetveti jot me libra. Por dituria merret nëpërmjet dietarëve, nëpërmjet atij dietarëve të cilët kanë mësuar tek dietarët. E kështu me radhë deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu thot pejgamberi alaihi salam në një hadith që e transmeton Imam Buhariu dhe është hadith sahih, hadith I sakt, thot me yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Kujt ja do Allahu të mirën, ja bën atij të kuptuesh me fen, ta kupton fen. Innama al-ilmu bit-ta'allum thot, wal fiqhu bit-tafaqquh. Me të vërtetë dituria fitohet me mësim dhe kuptimi I thellë për fen, pra fiqhu, thot arrihet duke e mësuar atë në mënyrë të thellë, pra prej dietarëve të fiqhut. Pra shkenca e fiqhut që flet për pastërtinë, për namaz e Ramazanit kështu me radhë. Pra po thot pejgamberi alayhis salam, kujt ja don Allah të mirën, ja mëson atij që ta kupton fen. Kjo në vetë është një mirësi e madhe, një begati e madhe nga Allahu nëse ti merr pjesë në mexhliset e diturisë. Nëse shkon dhe mëson Islamin dhe kupton Islamin, kjo është një mirësi, se pejgamberi alayhis salam po thot kujt ja don të mirën Allahu. E nëse ti je të mësuar për Islam, domethënë Allah ti ta ka dashur këtë mirë. Jo çdo kush e ka këtë mirësi. Jo çdo kush e ka rrit këtë mirë nga Allah Teala. Se sa ka prej muslimanëve janë për shtëpi, janë për kafe, janë për vende të ndryshme. Nuk janë për mezhliset e hajrit, në për mezhlise ku zbret mëshira Allah, ku atë vend e rrethojnë me lajkat, ku në atë vend zbret qetësia. E për këtë, pejgamberi alayhis salam po na përgëzon dhe përgëzon ata njerëz të cilët morin pjesë në për mezhliset e diturisë ku mësohet feja islame. Dhe pastaj po tregon pejgamberi alayhis salam se dituria merret nëpërmjet dietarëve dhe fikhu prej fukahave. Nuk mësohet vetë dituria islame. Nuk mësohet vetë fikhu, nuk mësohet vetë namazi, Ramazani, haxhi, pastërtia, pra abdesti, gusli, nuk mësohen këto vetë. Po valla kam libra. Po të gjithë kena pas libra, edhe dietarë kanë pas libra. Kishin mujt na për libra me mësu vetë diturin, por ka shku gujza ul para një dietarit dhe e ka mësu. Pse? Sepse librat ndonjëherë na për disa libra ka ndryshime apo ka devijime. Me qëllim dikush e ka bën. Ato janë munduar njerëzit ta ndryshojnë Kur'anin. Që futet për shembull. Janë munduar ta ndryshojnë Kur'anin, jo komplet Kur'an, po një ajet, për shembull një ajet ku thot Allah Teala: "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu." Kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, ai nuk ju pranohet. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ai ditën e gjykimit do të jetë prej të humburve. Kush merr fe tjetër përveç Islamit. E që fotët jahudit që kanë bo, vetëm një fjallë e kanë ndryshu, ja kanë hjek. Wa men yabtaghi ghayra al-islami, që këtë ghajr e kanë hjek. Edhe kanë botu Kurana me qindra me mija. E si ka me të jeti, wa men yabtaghi al-islami dinan. Kush e kërkon Islamin si fe, ajo nuk ju pranohet atina. Vetëm një fjallë. Ai nuk ka hime ndryshu komplet Kuranin, por që kjo fjallë të ndryshon këtë Islamin. Se kuptimi tash vjen kush e merr Islamin si fe, ajo nuk ju pranohet, dhe ai ditën e gjykimit do të jetë prej të shkatruarve. Por
elhamdulillah ka pas dietar, ka pas hafizat Kuranit, kur e kanë pa, e kanë lexu se ka një lloj ndryshimi këto, edhe i kanë djeg me qindra me mia libra, se s'pithojnë a Kuran, sa ai nuk ka me Kuran. Nëse një fjalë ja he Kuranit edhe boton, ai nuk ka më Kuran. Një fjalë me ja he. E nëse për shembull nuk do të kishte hafizat Kuran, nuk do të kishte dietar të Islamit, nëse dikush i vetë do ta mësoj Islamin, kur ta merr këtë çat të ashtu quajturin Kuran, se sa është ai Kuran, ku të merr këtë kjo ajeti, Islami s'ka na fe planuar. Kush ndjek Islamin apo shep u shkatroi ka ditën e gjykimit. E për këtë dietar thonë, nuk mësohet Islami na për libra, nuk mësohet Islami vetvetiut, se na për këto libra ose ka diçka ndryshime, ka ndryshuar dikush, e ka shunja në një helm, ose çka mund mendo ti me keq kuptuar. E keq kupton. E kur ta keq kuptosh, mund të pas namazin të pavlefshëm, agjërimin të pavlefshëm, se e ke keq kuptuar. Edhe fal namazin sipas teje mirë, asha më te Allahu nuk është mirë. E agjëron Ramazanin sipas teje mirë është Allahu, më te sipas teje mirë është, më te Allahu nuk është mirë. E për këtë dietar na kanë përthirrur është obligim. Innamal ilmu bitallum. Pejgamberi alayhis salam kush ja zbriti Kur'anin? Xhibril alayhis salam nga Allahu. Por pastaj Xhibril alayhis salam para vdekjes pejgamberit alayhis salam janë dëgjoi komplet Kur'anin edhe një herë e lexoi pejgamberi alayhis salam para Xhibrilit. Pastaj pejgamberi alayhis salam ja mësoi sahabeve, ja u transmetoi të njëjtin Kur'an. Sahabët ja u transmetuan tabiinët e tbau tabiin e kështu me radhë deri sot. E ki Islam, si thonë dietar, thotë elhamdulillah, thotë ki ummeti Muhammed alayhis salam, Allah e ka dalluar nga ummetet e tjera me çka? Thotë me sened. Çka është senedi? Zinxhiri. Çka është zinxhiri? Do thotë transmetimi. Kur e thon një hadith, për shembull, këtë hadith me yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, mujna me gjithë zinxhirin se unë e pikuj e kam dëgjuar shembull, ai pikujna deri te pejgamberi alayhis salam. E kjo është me zinxhir. E ki zinxhiri e ka rujt fen. Edhe kanë thonë dietar, sikur mos të ishte zinxhiri e sened, çdo kush i kish mujt me thonë çka të duhet për Islamin. Por kur thot dikush diçka për Islamin dhe na duket e çuditshme, thon ka dalë, kjo e ke lexu, pe ku e ke dëgju, pe ku e ke mësu, kush e ka transmetu, ja bojnë këto piqe. Do të më sjell zinxhirin. Tash nëse jo xhallar për shembull. Por edhe dietar kur moj ligjërata, jo çdo sen çdo çështje na tregojnë as zinxhirin. Se për shembull çiket transmetimin e këtij hadithi, zinxhirin e këtij hadithi tash më nis me transmetu, jo se ja di zinxhirin e komplet. Amo është mundësia me gjetna për libra. Kush e ka transmetuar Imam Buhariu, hajt shkruajte Sahih Buhari, nga kush e kanë dëgjuar kështu e gjon zinxhirin. Amo nasu ne ka dhënë këtë zinxhirin si thon der, si thon ajete, si thon hadith, se kryet ligjërata edhe hala sa kryet zinxhiri të fol për zinxhirin e hadithit. Për këtë fe e kanë mbruar Allah subhanahu wa taala nëpërmjet këtij zinxhit apo sened. Pra dituria merret nëpërmjet dietarëve dhe nëpërmjet fukahave, fiku merret nëpërmjet fukahave. Dhe për këtë është detyrë për çdo person të ngarkuar që i thonë mukellef. Mukellef është përgjegjës, personi i cili është përgjegjës, është i shëndosh psikikisht, ka rrit moshën madhore, i ka rrit thirrja islame për çështjet e Islamit, kjo është përgjegjës. Ka me dhënë llogarin ditën e gjykimit. Nëse ka kry këtë obligim, është problemi i Allah. Nëse nuk e ka kry, është përgjegjës. Meriton dënimin e Allah. E kjo është mukellef i thonë. Apo person i ngarkuar, me çka i ngarkuar? Me obligime. Dhe Allah e ka ndaluar nga disa ndalesa. Pra për disa persona është i shëndosh psikikisht dhe është moshën madhore, i ka disa kufi, i ka disa obligime, i ka disa ndalesa. E kështu me radhë për këtë i thot person përgjegjës. Për këtë pra për çdo person përgjegjës është detyrë ta mësojë dhe ta besojë çështjet e besimit. Ti mëson çështjet e besimit, ti beson çështjet e besimit, të cilat janë për të besuar, siç është besimi në Allahun dhe në atë që ai e ka shpallur, pra Kur'anin. Besimi në të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe në atë që ka ardhur pejgamberi alayhis salam, me gjithçka që na ka lajmëruar pejgamberi alayhis salam, duhet ta besojmë. Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhu, atë aja pi dërguari Allah që merrni. Wa ma nahakum anhu fantahu, nga ajo që ndaloni. Po të besojmë në Allah dhe gjithçka që ka nga Allah, të besojmë në Muhammedin alayhis salam dhe gjithçka që ka nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Si për shembull njohja e kuptimit të shahadetit, dëshmisë. Se gjithë muslimanët thonë shahadetin, qoftë namaz, qoftë jashtë namazit, thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Por
Shumë pak ka prej që din kuptimin. Nështë dikush që thotë që në arabisht, po shqip nuk e di çka do të thonë. E baza e besimit islam është shahadeti. La ilaha illallah, nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut. Pastaj, çka përmban kjo la ilaha illallah? Ka pastaj ka shumë obligime, detyra që duhet të di. Çka përmban kjo Muhammed Rasulullah, edhe kjo pastaj përmban shumë obligime, detyra që duhet të dina. Pra është fjalë e thjeshtë, e lehtë, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. A më çka përmban brenda? Ka shumë se ende. Për shembull pejgamberi alayhis salam na ka lajmëruar për vdekjen, për jetën në varr, për ringjalljen, për ditën e gjykimit, për urën mbi xhehenem, për xhenetin, për xhehenemin, na ka treguar për me lajket, na ka treguar për pejgamberët e mëhershëm, na ka treguar për librat e kësaj me radhë. Këto që na i ka treguar Muhamedi alayhis salam duhet mi besu. E këto morin pjesë ku dhe besoj se Muhamedi është i dërguari i Allahut. E kur e beson Muhamedi se është i dërguari i Allahut, të gjitha që i ka thonë duhet i besojsh. Kur e beson se Allahu është një dhe ai meriton të adhurohet, të gjitha që kanë ardhur nga Allahu duhet i besojsh. Nuk ka vetëm la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe u kri. Duhet me di çka përmban edhe kjo. Pra shembull njohja kuptimit të shahadetit, njohja cilësive të Allahut, që duhet të njohim ne muslimanët, 14 cilësitë e Allahut. Allahu ekziston, Allahu është një, Allahu është pa fillim, Allahu është pa mbarim, Allahu është i plot fuqishëm, Allahu është i gjithdijshëm, Allahu sheh gjithçka, Allahu dëgjon gjithçka. Këto cilësi ti dish cilësitë e Allahut. Se na se njohim Allahun, ne njohim nëpërmjet cilësive të tij. E njohim Allahun nëpërmjet emrave të tij të bukur. Askush nuk e njeh realitetin e qenjës së Allahut. La ya'rifu Allah ala al-haqiqati illa Allah. Askush nuk e njeh realitetin e qenjës së Allahut përveç Allahut. Ebu Bekri radiallahu anhu çka ka thonë? El ajzu an darkil idraki idrakun, thot mos arritja njohjes së realitetit të qenjës së Allahut, thot kjo është njohja e Allahut. Pra bashkë pse nuk e njohim realitetin e qenjës së Allahut, kjo është njohja e Allahut. Thot wal bahthu fi dhati kufrun wa ishrakun. E kush hulumton, kush kërkon ta njohë realitetin e qenjës së Allahut, ai thot ka bën kufër edhe shkon në shirk, bën shirk. Pse? Se njëri kur nisëm me mendën e vet, si është Zoti, çka është Zoti, është i madh, i vogël, trupa, nura, drita, asita, tu mendoj kështu. Pse? Se zatën njerëzit që e kanë përgjithësuar Allahun me krijesat, ku është problemi ai defekti atyre, sepse ato e kanë krahasuar krijuesin me krijesat. Pra krijesa ekziston. Shembull, njeriu ekziston. E ke njeriu duhet me pas trup, ka shpirt, ka mish, ka gjak, ka frime, ka kritika këto ne, edhe jeton. E dikush ka shkuar te Allahu, ai ka krahasuar Allahun me krijesat. E mendon sipas atij se Zoti është trup, është me një vend, është i ulur mbi arsh, zbret e hipe, ka gjymtyra, ka dorë, ka si, ka vesh, ka kom, ka për atë që kanë përgjithësuar Allahun, kanë shkruajt libra. Kompletisht është njeri, e kanë përshkruajt Allahun, kanë arritë organ gjinital, kanë thonë, për këtë nuk ka asnjë argument. A ka Zoti organe gjinitale as ka? E kjo është ai problemi, ai defekti më i madh që kanë bën këto el mushabbiha që përngjasojnë Allahun me krijesat, sepse e kanë krahasuar krijuesin me krijesat. E kur ju thot për shembull atë se Allahu ekziston pa vend. Thotë që pe mohoni ekzistencën e Allahut. Pse pe mohojna? Që mund të ekzistojë diçka pa vend. Ku thotë ekziston diçka pa vend, ti pe mohoni ekzistencën e atij. Allahu xhallahu shane ezel, a ka ekzistuar pa vend? Po. Kur kush nuk thotë jo ka kon vënë se atëherë po bën shirk. Allah është i vetmi pa fillim. Uji, arshi, toka, qetë, vendi, drejtimi, terri, drita, njeriu, me lajket e xhinët, kafshët, këto krijesa kanë fillim. Këto kanë një fillim, Allah i ka kriju. Allah është i vetmi pa fillim. Fil azal. Pa fillim është Allah. Kur ka ekzistuar Allah s'ka pas vend. Kur ka ekzistuar Allah s'ka pas arsh. Kur ka ekzistuar Allah nuk ka ekzistuar toka, as qielli, as drita, as terra, as kurrë s'ka ekzistuar. E tash, nëse shkruajmë sipas analogjisë atinve, sepse kjo analogji, po ato mundon pak me bën analogji. Nëse ato na thonë ju po mohoni ekzistencën e Allahut, se po thuni Allah ekziston pa vend, ti atë po mohojsh edhe që është në ekzistencën e Allahut. A pranohet kjo nuk pranohet? Edhe ato thonë se vendi s'ka ekzistuar në zel. Edhe ato thonë se arshi s'ka ekzistuar në ezel. Allah si ka ekzistuar pa vend. Po si ka ekzistuar atë pa vend, edhe tash ekziston pa vend. Pse tash ekziston pa vend? Sepse sikur të kish ekzistuar Allahu pa vend, e tash po ekziston me një vend, a ndodhi këto një lloj ndryshimi?
Pra pa vend, me vend. E ai cili ndryshon, ka nevojë për dikën që ndryshon. Na për shembull, na kanë barkun e nanave tona, kemi lindë tu ndryshuar, tu rri, tu mësu me fol, tu mësu me hangër, me pije, me hecë, me ngame, me bon. Ka ndryshime këto apo? Kush na i boni këto? Allahu. Na vetë ti nuk ndryshojmë. Na shon kam pas qef më kom pak më i gjon. Po Zoti ka dashur çdo më kom. A që thënë gjon ka pas qef më kom më i zaif. Po Allah ka kriju çashtonë. E këto ndryshime, fakti më i qartë dhe më i kuptueshëm se na jemi krijesa kush është? Ndryshimi jonë. Pasi që na ndryshojmë, kjo tregon se na jemi krijesa, nuk jemi krijues. E Allah xhaleshanu është qenja Allah, është pa fillim, edhe cilësitë e Allah që janë pa fillim. Allahu para se mi kriju krijesat ka qenë krijues, Allahu para se mi furnizu krijesat ka qenë furnizues, Allahu ka i plotfuqishëm çish në ezel. E cilësitë e Allahut nuk ndryshojnë. Pra Allahu dhe me 14 cilësitë e tij, edhe ato janë pa fillim, pa mbarim, janë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, cilësitë të cilët nuk i përngjajnë cilësitë të krijesave. Kur themi na Allahu din gjithçka, a themi edhe për njerëzit dhe njeriu di? Po tash apo përngjason Allahun me krijesat? Jo, kjo vetëm në shprehje. Në shprehje përngjason. Tash për të treguar se njëri di duhet me përdorë një fjalë apo? Për të treguar se Allah din duhet me përdorë një fjalë, dija, el-ilm. Por kur të hina në kuptim nuk janë të njëjta. Unë di, po dituria ime shtohet edhe pa kohën. Dituria ime vjen dënë tonë vjen dituria tonë nëpërmjet ngjarjeve. Ka ndodhur një ngjarje dhe mësua diçka. Mos e pas ndodha ngjarje se kisha mësuar. Unë se kam di se sot gjithë çdo jeni në xhami. Po ku keni ardhur? E mësua se keni ardhur në xhami, apo? Jeni në xhami. Për shpinë nuk e kam di, se filon ka më kon xhami. A Zoti është i gjithdijshëm, ai ka ditë kush vjen e kush nuk vjen në xhami. Allah e din të kaluarën, tashmen edhe tarshmen. Edhe din Allah sikur të kish pas me ndodh diçka, po nuk ka ndodhur, po sikur të kish ndodhur, Allah e din se si ka pas me ndodhur. Allah e din çka ka në thellësinë e dijet të oqeaneve, çka ka mbi 7 qiella. Na dina, për shembull detyria jonë është e kufizuar. Dim diçka, po shumë sejnë nuk dina. Na kena di diçka, sot e kemi harru. Na son sabah çka kena fol, kena harru çka kena fol. Çka kena hangër, çka kena pi. Detyria jonë ripërtries, shtohet pa kohë, mësojmë sejnë e treja, i harrojmë të vjetrët, e kështu me radhë. Na mësojnë nëpërmjet ngjarjeve. Për shembull tash, unë më shul sot avolinës, nuk e kena ditë se ka më bosh kjo shtim. Tash mësum, apo ndodh diçka edhe mësum. U të hap dera edhe mësum se hini dikush te dera, apo Allahu e ka ditë para se më ndodh kjo. Pra, ne dim, Allahu di, kjo është vetëm në shprehje është e ngjashme, ndërsa në kuptim brenda nuk janë të njëjta. E të gjitha cilësi tjera, Allahu sheh, na shohim. Të pamërit e Allahut nuk kanë sikur të pamërit e tonë. Na shohim, po me kështu tash jashtë nuk shohim, apo. E kemi zidën, sot nuk shohim ja. Me dal jashtë atëherë nuk shohim, as gishin tonë nuk e shohim. Pra Allahu sheh, na shohim, në shprehje është e ngjashme, në kuptim nuk është e njëjtë. Edhe të dëgjuarit e kështu me radhë. E për këtë çdo i obliguar, çdo mukellef e ka obligim ta beson në Allah dhe gjithçka që ka ardhur nga Allah, ta beson Muhamedit alayhis salam dhe gjithçka që ka ardhur nga Muhamedi alayhis salam, ta mëson për shembull kuptimin e shahadetit, të njeh cilësitë e Allah subhanahu wa taala dhe të mëson se me çka nuk cilësohet Allahu. Nasha për neve disa cilësi janë për njerëz janë të mira, di? Për shembull me thon filoni është shumë orator. A është diçka e mirë, nuk ka keqe. Me thon filoni orator, por për Allah nuk thotë orator. Pra jo çdo cilësi që është për njerëz është lavdrat apo e mirë, mund t'ia cilësojmë edhe Allah subhanahu wa taala. Filoni shumë i mençur, shumë talent. Është mirë diçka lavdrat, por Allah nuk thotë është i mençur. E kështu me radhë. Pra disa cilësi që mund të cilësojnë krijesat, nuk do të thonë se edhe Allah duhet të cilësohet me ato. Për shembull, me thonë njëri ka fëmijë, Zoti ja kish fal një fëmijë. A është mirë diçka lumturie, gëzim i madh se ka fëmijë filani. A është diçka mirë për njeriu po. Am për Zotin nuk thotë është fëmijë, ka fëmijë. Allah ka thënë hadithin kutsi shataman ibn Adam, wa lam yakun lahu dhalik. Thotë më ka ofenduar biri Ademit dhe nuk i ka taku. Thotë kur më ofendoi, shatamani indama qala ittakhadha Allahu walada. Më ka ofenduar kur tha Allahu ka fëmijë. Pra me thonë për Zotin ka fëmijë është ofendim. A për njëri me thonë ka fëmijë, gëzim i madh, darë së mban dikushin, se ka fëmijë.
I ka një fëmijë. E për këtë, jo është të cilësi që është për neve e mirë, për njeriun, pa që do të cilësojmë edhe Allahun me atë. Pastaj mos harrojmë një sens se cilësitë e Allahut janë të vërtetuara me çka, me Kur'an dhe me hadith të saktë, mutawatir. Nuk mund ta cilësojmë Allahun me çka të na vijë neve në mend, me thonë, vallahi çka po më duket e mirë pe cilësoj Allahun kështu, jo. Çka përmend Kur'an dhe sunet e pejgamberit alayhis salam, ato janë cilësitë e Allahut subhanahu wa ta'ala. E jo prej fjalëve të njerëzve, apo njerëzit dojnë me përshkruajt Allahun subhanahu wa ta'ala, e kështu me radhë. Pra kjo është obligimi i parë që duhet ta dijë besimtari, obligimi i parë që duhet ta dijë al-mukallaf, personi i cili është përgjegjës. E kjo dituri si mirët na për një dietarë. Vesën e mëson. Se vetëm mund me deviju. Gjithkush, kush a mundu ta mëson Islamin vet, ai ka deviju dhe vetëm shka ka mund me bën një grup të ri, një sektë të ri. Kur dikush ju ka duk veqja se unë e kuptoj, unë e di, unë e muj me mësu vetë Islamin, që atëherë ka deviju. Nuk mësuat vetë. Kur personi mëson dhe nuk e di një sen, thot nuk e di. I pyet të diturit, apo? Se e kemi shembull, po shembull i vetëm për të tregojmë pejgamberin alayhis salam e kanë pyet një pyetje ka thonë nuk e di. Kush i dashuri Allah pejgamberi alayhis salam? Tha do ta pyes Xhibrilin. E pyeti Xhibrilin dhe ai tha nuk e di. Tha do ta pyes Allahun. E pyeti Allahun, ja shpallë pejgamberit alayhis salam. Cilat janë vendet më të mira në tokë dhe vendet më të këqija në tokë. Thotë vendet më të mira në tokë janë xhamit, më të këqijat janë pazarët, tregjet. E u bosh kjo pyetje pejgamberit alayhis salam tha nuk e di. Tha pyes Xhibrilin, edhe Xhibrili tha nuk e di. E kush thot nuk e di, i dituri thot nuk e di, kur nuk e di, pa dituri kur nuk thot nuk e di. Apo shumicat pa diturve. E për këtë, Imam Ahmedi kur e pyetën diku 47 pyetje, për gjithë aty pyetje 6 përgjigje ja dha. Tjerat nuk e di, nuk e di, nuk e di, nuk e di. Kush Imam Ahmedi? Mushtehid, dietar i madh. Ai personi që erdhi me pyetje, oj mam thot, po kam marrë me filan vendit, më kanë thënë fisi jam. I kanë shkruajtur këto pyetje, më kanë dhënë mua shkopit e imamin. E çka që thon dashku shkoja që? Vetëm 3-4 përgjigje më ke dhënë. Çka më ju thon? Thos thuju, shkoa te imami, ja bona pyetjet, këto pyetje më përgjigj që tha nuk e di. Thjesht, shumë lehtë e kia. Pse më njerëzit, pse më ngushtu vetë, nuk e di. Inshallah të ardhmë të përgjigjen. E kush i ka pas frikë Allahut, kështu ka vepruar me dijen islame. Edhe na duhet të kemi frikë Allah subhanahu wa ta'ala, mos ta mësojmë fen kudo qoftë, na për TikTok, na për YouTube, na për Facebook, se është mpiqje xheneti e xhehenemi. Nuk është mpiqje diploma. Disa ki pasa rëndësi kushtojnë diplomas. Pse po vjen në provim, pse po ban dallavera, pse po blen diplomën, si po do të bëj doktor me diplomë bleme, e gjitha këto a për Islamin ço? Fol, kush mund të folë? Ban, nuk ban, halal, haram, kufër, pa kufër, kështu, lejot. A kur të vije të çoshtë të dynjas, për shembull medicina, me më thonë, filoni, një 200 libra e kishtë në shtëpitë medicinës, edhe bashkë po kuptojke në medicinën, vetë për lexojke me mësojke, apo ja çon djalin, po, këti për ja lën dorë djalin, apo vetën. A ja lën dorë? Jo mëra i që shkoj libi një doktor shka ka mësu në fakultet dikon para një doktori tjetër, shka ka diplom, nuk ja qoj këtina pse ka libra të shpija. A për tjetërin, masha Allah, filani, valla bash po dike për fej. Ku ka mësu? Jo valla, kur kun, po lezoj ke shumë për fej. Dhe pse këto në kam pyetje xheneti, xhehenemi, këto ku mund me qenë shkatrimi për hershëm, për gjithmonë me hum, këto haj s'ka gale. A këto në pse mjek, se nuk ka diplom, s'ka mësu të kërkushi, s'po rrezikon me hjate. E duhet me pas kujdes. E Ibn Sirini para 1300 viteve ka thonë, inna hadha l'ilm, kjo dituri, që që mësojnë ana Islamin, inna hadha l'ilm dinun, është feja. Pra vetë feja Islamin është kjo dituria. Thot fandhuru amman takhudhuna dinakum, shikoni prej kujt për një fejnë juaj. Nëse më thonë se ka dalë në ekran njëri me mjekër, me musteshe, me kapuçe, me xhibe, tana të mirët, asaj ja kanë nis me fol, këto siguro. Kujdi, pi Australia dikon filan hoxha, jam të mësu me ta në live. Njef jo se njo, po shumë mirë po folke. Po mirë dhe kur më rrinë ti me thonë shumë mirë po folke. Si për me vlerësu, duhesh me dit, me vlerësuat. Filan hoxha shumë i ditur. Po, i ditur është, a më ti si për vlerëson se është i ditur. Pi vetë vetës, kur ta shikosh mas një muje ka ndruat hoxhën, e gjetë një matë mirë, kja hla maj mirë ishte.
O vllavi mirë, ti për me vlerësu këtë më i mirë se ai tjetri, ki më i mirë se ai tjetri, ti dush më kom më i ditur se këto, e pastaj më vlerësu. Me thon filoni i ditur, kim i pa ditur, kim më shumë i ditur e kështu me radhë. Ama ti halon nxan si dijes si je, edhe ti vlerëson këtë ho shumë i madh, shumë i ditur. Për këtë jemi këtu ku jemi. Sot apo problem me ndëgju prej sicoj për Islamin. E për këtë lutim Allah subhanahu wa taala të na shton diturinë, na bën për njerëz të sinqertë që kërkojnë diturinë me sinqeritet, për ati që i kanë frikë xhehenemit, zjarrit të xhehenemit, sepse mund të devijosh. Nëse merr diturinë vetvete mund të devijosh e të shkosh në xhehenem përgjithmonë. Pra kjo dituri është mpiqe xhenetit e xhehenimit, nuk është mpiqe diploma. E lutim Allah subhanahu wa taala të na jap dituri të dobishme dhe të veprojmë sipas diturisë që e mësojnë. E lutim Allah subhanahu wa taala të na pranon në agjërimin tonë, namazet tona, lutjet tona dhe çdo ibadet tjetër që e bëjmë për Allah subhanahu wa taala. Dhe në fund e lutim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.